Ishte takimi I thirrur nga presidenti I vendit, shpari gjithë juve, ashtu si shfrytëzova rastin me uru edhe presidentës edhe kolegëve të kryetarëve partive politike, pra të gjithëve edhe atyre të komuniteteve, urime njohja fundit nga Sheria, një lajm I mirë, besoj në to zhvillime që I kem pas. Në takimin e sotëm presidentja pra kërkoj nga ne që të sqarojmë a e kemi shumicën parlamentare për qeveri, dikush nga ne nëse e ka, dhe njëkohësisht kërkoj nga ne edhe mundësinë që të gjenden zgjidhje të ndërkohshme për çështjen e buxhetit, si dhe çështjen e marrëveshjes për fondin për zhvillim pra nga BE. Në realitetin e tashëm çfarë e kemi në vend, besoj që po ndodh ajo që tashmë veç jemi bogati për të, pra po ndodhin zgjedhjet parlamentare, edhe pse deputeti që në emër të shumicës dështoi në seancën paraprake kërkoi edhe disa ditë që nuk ishte shumë serioze kjo kërkesë. Megjithatë presidentja ka deri me 5 nëntor pra afat kushtetues 10 ditë nga dita e fundit që ka ndodhur votimi në parlament, pra besoj që me 5 nëntor do ta marrim edhe lajmin që do të shpërbëhet parlamenti. Pastaj caktimi I datës zgjedhjeve që do të ishte në interes të Kosovës që data e zgjedhjeve të caktohet në fatin më të shpejt kohor, pra në 30 ditë. Nëse flasim 5 nëntor, data 7 dhjetor, pra do të ishte opcion me ja kursy Kosovës edhe një javë, mos me shku në 45 ditë. Ne përkundër faktit se këto zgjedhje na vinë shumë shpejt, edhe si përgatitje edhe kuptojmë se edhe KCZ është e ngarkuar, prapse mendojmë se duhet jemi pra të vetëdijshëm se nëse ja fitojmë një javë kohë Kosovës tani, ajo një javë kohë na gjendet në etapat e ardhshme sa I përket zhvillimeve rreth buxhetit. Për shkak se mund me nxon kohë qeveria ardhshme, mund me nxon kohë aprovimin e buxhetit edhe funksionimin e qëndrueshëm institucional edhe ekonomik të vendit. Pra, qëndrimi I aleancës ishte I jemi që ne nuk dëshirojmë I hub kohë vendit, pra në fatin më të parë kushtetues të veprohet të mbahen zgjedhjet parlamentare. Nga partitë opozitare kanë dalë 52 deputet të zgjedhur, që janë 4 më shumë se subjekti I parë në këtë rast vetvendosje. Nuk është arrit një marrëveshje, pra nuk ka një marrëveshje për shumicë nga opozita. Kuptohet, kjo na ka pamundsuar pastaj me ju kërku edhe ndihmën komuniteteve. Unë I falenderoj deputetët e komuniteteve, ata janë në sfidë, e dim që është sfidë, pra kjo situatë, sikur se jemi gjithë na, po edhe I ftoj për mirëkuptim gjithë që pra në fatin e parë kohor, pas zgjedhjeve të ardhshme, se janë kaluar, etapat është kaluar çdo mundësi, pra të reflektojmë nga përvojat e tashme edhe të veprojmë shpejt për krijimin e qeverisë. Nëse sot do të kishim deklaruar, pra nëse zoti Kurti nuk do të kërkonte edhe disa ditë deri me 5, presidentja ka mujt sot pra me marrë vendim, do të ishte I mujshëm 1 dhjetori, me qenë se po vonohet pra deri me 5, atë data e parë e mujshme është 7 dhjetor, data e dytë në këtë rast do të jetë 14. Po prapse presidentja duhet me respektua fatet kushtetuese, pra deri me datën 5 nëntor, me siguri se do të pret, vetëm nëse VV e kthen përgjigjen më shpejt se nuk synojmë me bë shumicën edhe një herë, atëherë kuptohet presidentja aktivizohet për tema tjera. Që është vetë mandatar apo do ta propozon dikën tjetër, nëse e propozon vetën ose edhe herë vëja, është pak situatë jo e lehtë për presidentin, nuk di si do ta trajton në bazë të kushtetutës. Mirë po mendoj se presidentja e ka edhe një situatë që duhet me e shërtu, nuk mundet me pranu mandatar të ri pa shumicë. Pra nuk mundet me e marrë edhe një kërkesë të dytë pa u konfirmue numri I deputetëve 61. Me shumë gjasa nuk do të ketë mandatar tjetër, pra, mirë po ajo ideja me shfrytëzue kohë, me marrë kohë, po vazhdoni lutem. Këshilli përgjithshëm I aleancës ka marrë vendim Sirian për koalicionet e nivelit nacional, pra në nivel të aleancës,
vendos Këshilli i Përgjithshëm i Aleancës. Kryesia e Këshillit i Përgjithshëm. Këshilli i Përgjithshëm në raste të caktuara e mandaton kryetarin, në rastin konkret mua, për të negociu, për të arrit koalicione, po prap, kur i arri ato, jam i detyruar me nxjerrë në votim Këshillin e Përgjithshëm. Ndërsa, po ashtu Këshilli i Përgjithshëm vitin 2009 ka marrë vendim që në nivele lokale, vendimin për koalicione lokale e merr Këshilli i Përgjithshëm i Degëve. Pra kjo është një realitet nga 2009, nga një herë duket i mirë, nga një herë duket i vështirë, ose i papëlqyeshëm, ose i pakuptueshëm, por e kemi normë, edhe ne nuk mund ta ndryshojmë normën tonë sa herë që ndryshojnë rrethanat politike dhe e respektojmë. Ju faleminderit media.